ime të vetëdijshëm se për shumë operime të rënda, do thotë popullata jonë e Ballkanit përgjithësi, o shkon në Austri e në Gjermani, ku është shumë më shtrenjtë, ose shkon në Turqi. E tani kohën e fundit e pa në Greqi, ku njëjtë ka kualitet lartë, po çmimet janë pak më të lira se sa Gjermania dhe Austria. Normalisht kush është milioner zakonisht e preferon Evropën, kush nuk është milioner e gjen si zgjidhje Turqinë ose Greqinë, po përsëri domthonë është kjo devalvuese për ne si shoqëri, për pushtetet tona dhe për shoqëritë tona. Në këtë mejdan të folë më kujtuaj ndodhia e vërtet, po është si një lloj barcolete, kur shkon ish kryetari i Egjiptit tani më i ndjer, Hosni Mubareku në Gjermani për trajtime. Dhe thot stafi mjekësor nuk e njohin kush është, edhe në trajtojnë, edhe thonë, e dini kush është kjo? Kush është kryetari i Egjiptit? Do 30 vjet ka studuar me Egjiptin. Ka thonë po çfarë kryetari ka kanë këtë që duhet marrë në Gjermani mu trajtuar, që se ka basti spital për shtatshëm që ai me shumë atje mu trajtu. E këto janë problemet tona. Do faktikisht shumica edhe politikanëve tonë kur kanë mu trajtu, nuk trajtohen këto të na trajtohen jashtë. Edhe kjo është argumenti i mjaftueshëm për dështimin e pjesës më të madhe të figurave politike që tash 20-30 vjet po na udhëheqin neve. Domethënë, gjatë çerimit të ish presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak në Gjermani, një anesteziolog e pyet infermierën që shërbente atij. Kush është ky? Ajo i thot, "Pyse një ky është ai që ka qeverisur Egjiptin 30 vjet." Hosni Mubaraku. Ai thot, si duket pas ka qenë udhëheqës i dështuar. Ai ja kthan thot, pse? E si e dini që është dështak përderisa ju nuk e njehni dhe pyetni për të? E ke ja kthan thot. Kush e qeveris një vend 30 vjet dhe nuk arrin me ndërtuar një spital për ta shëruar vetveten dhe bijtë e atij vendi, ai vërtet duhet të jetë një dështak. Kështu që Po. Njerëzit si Hosni Mubaraku dhe të ne shive na për shembull kur lexojmë këtë ndodhi me Hosni Mubarakun qeshemi se kalon Barcolet, sepse është për mi, po mi po gjendja e tëra nuk është më mirë. Po.